s'ka thënë Shilja plezën, blokoja. A që linja muhabetin qëlloni ka kamera? Po, atjetër. Gati jeni? Okej, ma është super mundë. Rajt, stave. Hajde, mund. Ne jemi staf mjekësor, ata që çdo ditë e çdo natë gjithçka për pacientët në repartin më të vështirë, në emergjencë, në çdo cep të këtij spitali. Por sot nuk kemi paga, nuk kemi kontrata, nuk kemi vendime, nuk ka respekt. Spitali i Tetovës mbahet gjallë nga ne, por neve na kanë harruar. Ne nuk po kërkojmë dhurata, kërkojmë pagat tona të vonuara, kërkojmë kontratat tona të munguara, kërkojmë vendimet tona të merituara dhe premtuara. Boll më me rena. Sa kohë do të vazhdoj kjo padrejtësi, nuk do të heshtim, nuk do të ndalemi, sepse ne nuk ka spitali pa ne gjallëri, pa paga, pa protesta. Spitali i Tetovës na njeh, pacientët na vlerëson. Kjo kohë që edhe padrejtësi të veprojmë, pagat tona janë të drejta, zëri i nuk ndalet, dinjiteti i nuk neglicohet. Mjekët shpëtojnë njerëz, stafi jonë shpëton mjekët, por pyetja është se kush do të na shpëtojë neve. Faleminderit. Por në, nuk krije slavë. Nuk jam gjitha. A keni menduar bojkotin dhe a keni marrë përfajë nga sindikata, se shohim se sindikata vetëm tani nuk ka reaguar. Jo, s'kemi për krahi, e shohim edhe ne që s'ka për krahi as nga sindikatat, por edhe... Jo, për të shkruajt nuk kemi shkruajt, por mendojmë të shkruajmë ama... A i bëni thirrje gjithë atyre që mendojnë që t'ju mbushtesin, që në protestën e radhës dviksu me ju qofshin ato edhe studentë edhe ata që marrin paga apo që janë mirë. Po, mendojmë, shpresojmë edhe i kemi edhe në... Po, bëjmë thirrje që duhet na përkrahin, edhe i kemi lexuar komente që na përkrahin ama që tash... Po pse mendon se nuk dalin në protesta kolegët? Po që tash sikush... Mendon se kanë presion politik? Besoj ndoshta se ka diçka. Prej atë ditë shkallë takuate me drejtorin, ka diçka konkrete ju ka premtuar, ju ka marrë në një hapë? Jo, s'ka kur gjë nuk kemi marrë për drejtorit. Presim, por se di. Ende s'ka kur gjë. Farë ju thonë? Nuk ka reaguar diçka tjetër, përveç se deklaratën atë ditë që A jetë drejtu ke Ministria e Shëndetësisë? Jo, që tash mendojmë edhe sot, protestojmë edhe vazhdojmë për të ministria, të shohim se çfarë për më tej.